Selamu alaikum të dashur miq të RTS. Mirë se po takohemi sërish edhe në këtë natë të ejtë si çdo të ejtë me emisionin Rruga e Ndriçuar, ku me ne së bashku, si gjithnjë kemi hoxhën e nderuar, profesor doktor Shefqet Krasniqi. Hoxhën e nderuar, selamu alaikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Të dashur miq, emision Rruga e Ndriçuar me hoxhën profesor doktor Shefqet Krasniqi. Përveç pranë ekranit të RTS, mund të ndiqni edhe në YouTube dhe Facebook në këto private që janë personale të hoxhës profesor doktor Shefqet Krasniqi. Dhe ju pra mund të inkuadroheni në linjën tonë telefonike duke na telefonuar në numër 046 2200 22. Hoxhë nderuar, më një herë na njoftojnë regjia që kemi lidhje telefonike. Selamu alaikum. Aleikum selam. Allah i nderoft, faleminderit që na telefonuat. Keni pyetje për hoxhën? Po, e kom një pyetje. Para 4-5 vjete e kom pas gjën trop, po me kalimin e kohës edhe me terapi më kanë hjek. Tash, para 4 ditëve, ju më kanë apet të një hoxhë cili ju më trajnu më heret, kom pas, kur janë njëse ai me kënu, kom pas reagime, kanë të më koqeten edhe durt, do më thonë më hupi vedia. Se kom jekë rrethin e më fejesës, më ka këfjell, one jam edhe me mbëles edhe falna, do shta me ditë qka moj me bat që më mbrojt, që mos më mdojt qëtoj sene. Dhe që kaq. Kanë thasë se kom hik? Unë e kuptova vetëm që keni shku edhe një herë, keni bo rukje pas trajtimit që keni pas ma heret. Këtë nëzune si që atu e shkru. Dhe mësa unë e kuptova, ka pas gjenë në randë, rrethin e fejesës kur e ka hek, pas taj këtu i ka shqecimet. Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falenderojmë Allahun e madhruar të bareke wa ta'ala, salavat dhe selam e dërgoj Muhammed Mustafas, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, e familjes e ti, e shokëve të ti, dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimanëve të cilët kanë ndjekur, kanë pasuar rrugën ati burrë të madhë, deri sa dhe kësaj dite. Dhe ata të cilët vazhdojnë edhe me te i, deri në kiamet. Pastaj, fjalët e motrës, apo mendimi i sajna se ka pasë gjën trup, për që ka qenë smut, ajo punë nuk dënë do një argument ku me ditë sa nga se njëri dy vetë kur është smut. Edhe nëse të tjerë nuk e vrejnë, apo nuk e kuptojnë, apo nuk duan të kuptojnë. Por, fjala apo shprehja kam pasë gjën trup, unë këtë marë me rezervë të madhe. Nuk e mohoj krejtësisht, por e largoj. Largoj bukur shumë, së më duket heq nga të me që ke punë. Por thuaj, kam pasë dëbane, në kuptim të përgjithshëm. Kuptim të përgjithshëm, kam pasë dëbane. E që bie, ka pasë ndikim prej shejtanit. Në përmet magjivës, ndoshta edhe syshet, ndoshta, ka pasë ndikim. E tani që shkarri deri ndikime në përmjet onazës të fejesës, ndo një ushqimja, ato e çështje tjera. Dhe që to, kjo është e vërtet dhe pa mohueshme, e cekur në Koran, madje në librat e vjetra të shejta, atë Allahu e cekë në kohën e Sulejmanit alayhis salam, se ka pas magji. E ka Sulejman është kohë e vjetër, është para islamit, para krishterimit, është e vjetër. Dhe ka vërtetuar Kurani, dhe kanë zbritur dy kulaudhat për që çështje më mbrojt. Dhe kështu më radhë. Por fjala kam pasë gjithë mrena, më ka thonë e kini gjithë mrena, më ka hini gjithë mrena. Kja i bie
deri diku në krahazim, sikurse njeriu i bën analiza fillestare të thjeshta apo sipërfaqësore, dhe nuk e dalin bashkë mirë, por mjeku i gotshëm, ignorant, naiv, thot, do të mi bëjë analiza tjera më të thella se po dyshet që ki kancerin. Çka ndodh? Këll shumë kamt. Eli shumë kamt. Po si thuhet njerit është. Sepse pse qike njeriut, kur ta kupton se ka kancerin, ai më njëherë i sillet një mendim tjetër se pas ka harxhu jeta. Edhe se vdekja në afër e paska. Është i ndihshëm insani. Edhe nga ana e gjenve, po ta kuptoj individi se ka gjen mrena, tutet, friksohet, shqetësohet shumë, e mirë. E nëse s'ka, po doli jo e vërtet, aje që te po të nëcove, kush e merr përgjithësinë për ngarkesën psiqike të këtij paciente apo të kësaj paciente, kush e merr? Andaj, pse po ngutesh, kurse ka mundësi ti me veç me paragjyku, nuk është analiza jo. Me shti njeriu në skener, mrena, edhe mja qitë krejt që ka mrena. Nuk është. Por në simptome. Në simptome, din me qenë vërteta, din me qenë të rajshme. Kështë qenë nuk, mëse përmeni shumë këtë kam pas gjemrena, kam pas gjemrena, thë kam pas të bane, kam qenë prekne pe i gjenve. Arab të përdojnë këtë shprehje, e prekne pe i gjenve. Apo i prekun pe i gjenve, kështë e përdojnë në Arab. Këptun për gjithë shumë. E tash motra pa çka me bë, çka bën rrokje ku ke bë, vazhdo me bë rrokje. Bën edhe kërën sabah akşam, bën rrokje vetvetes vetane. Bën rrokje vetvetes. Po nuk di, më në shpërshon YouTube, sa alhamdulillah, është mundësia. Disa vllazni kanë përmbledh ajetet koranore që janë më të ndihshme për gjin. Pastaj disa hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që të njëjtat që të përdoren për rrokje kanë përmbledhur, i lexon dhe e lëshon YouTube-n në rrugë për ditë. Ose në ditë për ditë ose qysh të nish veten. Herë. Kjo është mënyra më e mirë për rrokje vetes. Apo më shku dikon s'ka dhe në bëjë dikush rrokje. Allah të shëroft. Po. Kemi telefonatën e radhës në linje. Selamu alaikum. Assalamu alaikum. Aleikum assalam wa rahmatullah. Mirë mrama. Ke një pyetje për hoxhën? Po, kam një pyetje për hoxhën. Unane. Rasti jonë është halla mi ka nej nënës në qafë që i ka bo magjina. Nana ka thonë që unë nuk kam bo magjina, unë e shkeli Kuranin edhe betohem në xhamin. Tash kam dashur me ditë hallës i ka dek vëllai, po do më thonë agja jonë. Ajta ka nënës më shku mu pa me ta që ka dek vëllai. E kush e ka akuzu nanën, gruaja e vllauta? Konata. Gruaja e vllaut, halla jonë. A halla motra e vllaut. I bie halla, konata vet. Halla është motra babsten. Po të po. A kur ka dek vllau, doja? Tash të jam me shku nënën vërim në dekën pa me atje, ku është ajo halla Po që qysh mas me shku e? Në qysh mas me shku? Tash më shprejk si ka të nartë, kur tas në peruda, nuk bën më bo me mend gjithkujna. Nuk bën më bo me mend të gjithkujt. Çfarë motër është aje e cila nuk shkon me varroz vëllaun e vet? Çfarë motër është aje e cila nuk shkon me aprit panin vllaut vet? Jo ka një keq që ka një mire, jo se ka në si mira, se keq për ka pas një grut keqe,
O, la ilaha illallah, njeri ka vdek, o shku me amelet veta, e kije të barku të nanës tanë, mas babë se nanës nuk ke njeri ma të afert për nga prind të tu. Pa diskutohet ajo punë, më ka prit vlla mirë, më ka prit keq, ose motrat e tina që i bie konatat nuk po mdojnë, ato më stops nuk njekin. Asnjë mos flasin. Asnjë mos flasin. Ty shka, është hisja jote, është shtëpia jote, shtëpia vllat tënë, babës tënë, nanës tënë. Shka edhe me i tregu Zotit që unë shkaj për vllanë tem dhe jem shku. Njërë që me hek gjënajnë, me largu obligimin, mos me marrë gjëna, me largu obligimin, po edhe me i tregu njerëzve që unë du me pajtu me njerëz, nuk kam kur gjë kundër askujt. Ma këni bon një akuzë që është randë, e për atë akuzën e mu ju bëjbe ku të dëni. Por ajo fjallë nanës tane se e shkeli Koranin, kjo është randë. Me shkeli Koranin është një 100 herë, po është shumë ma shumë ma randë se sa akuzat që është bërë. Ma dje s'ka krahëzim, sepse me shkel Koranin del prej dini. Me shkel Koranin del prej dini, del imani prej trupit. Ka ju kamet kja njerëzve ta shkeli Koranin. Ta shkeli Koranin dhe me thonë dal pej feje, për që kam dal pej feje une? Me ta bo të qefin e me... Ja, Marja, s'dal pej feje une. Andaj, do të mi hek pej kreje që prehe shqiptartë. Nuk thuhet ta shkeli Koranin. Koranin e shkel një dinsëz, në gjuhën e vjetër dialektit, një pafe, një komuniste, një shoveniste, një dëshmën i Zotit, dëshmën i Islamit, aje shkel Koranin, aje dje Koranin, aje nënçmën Koranin. Po na jo, si musliman, aje ka për veti. Besimtari, Koranin as të kam nuk e len, për që nalt. Dorën e qëtë mi Koran, dhe bën be, bën, e kanë liju, disa lemame që dorën në Koran e me bë be. Edhe me thonë, wallahi, billahi, tallahi, nuk ju kam bërë magji, as kujt, as zdi kush ju ka ba, as nuk kam haber ide për këtë punë. Veç ma keni gjitë. Korani me vete, po një bej njerëzve. Pavarësisht kësaj, besojnë së besojnë, do të me shku për të vlau. Me prit panën e vlaut, e me pa. Të folin, e kam për veti. Së të folin, e kam për veti, ti nuk karitesh. Nuk karitesh. Njeriu gjatë jetës e ti përjeton shumë momente të randa, por do të me ditë më gjindën to, sigur në këtë rast, vdekja një herë, nuk des vllaut 2 herë, nuk des baba 2 herë. Tash, që kam me thonë ty ose dikuj tjetër, kur ka njerëz, baba e vdes, nana e vdes, nuk vjen me shtin dhe. Ndoshta për me shtin dhe s'ka mujt me ardhë, po s'vjen as të panë. Dhe dohet me aprit panin të tjerë vazhdellako, kësherit, me qasia, vetë djalis vjen. Pse? Që ka kallë me nana, prindi me vlad, që vllaznje me zveti që? Shka mi thati. Ative shmi thonë, mirë baba që kalon për mas. E mirë nana që kalon për mas e që ka rritë. Ma mirë me se kish pas heqë, e këshëm kajtë që shkaj nuk lakër kam për mas, që ka që kish përfundu puna që do, më zëma keqë, pas e zëtëm. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum, selam, rahmatullah. Allah i ndërovë që keni telefonu, keni pyetje për hoxën?
Po. Nane. Dësha mi bo një pyetje hoxhës. Punojna, një motra jona punon në shtëpi pleqve, jetojmë jashtë. Dhe në Edhe- pak ma gjallë plutën. Një motër e jona punon në shtëpi të pleqve, edhe ajo po don me ngjit shamin më mbulu, po ato mo qysh është jashtë kështu nuk e pëlqejnë shumë qysh është mbulesa tamam për motrat tona muslimane, për neve. Edhe thet, a ka mundësitet me ngjit një që është si lloj kapuçi, kështu që mbulohet për shembull me vesh, me kështu, po vetëm krejt plotësisht kështu që është mbulesa kështu, a din, a kam drejt me baj që ato përderisa jam që ato që punoj që atë katën ato ka veç pleq që janë shumica, janë të smut, janë me karroca, apo den vinë ka njëherë vizitor kështu të familjar tyne, po jo shpesh. Për shembull ka mundësi gjatë çasaj kohë për shembull ndoshta me ndryshu, me ndryshu pak shamin. Po veç don me ditë vërtetën që a ka a din a është e lejushme në çet mënyrë me bajt shamin nëse nuk e lejohet në Allahu nderoft. mbulesa Tash e normale. marrim përgjigjen për hoxha. Selam aleikum, Allah ju Aleikum shpërblet. selam. Rani është shamia si shami që i gjesin motrat tona, gratet tona, besimtarët në përgjithësi. Por, e fundit, edhe në rast se ka ndër të veçanta, është e rëndësishme me lu kokën, flokun. E që ndoshta nga një herë, si ka puqe që becekje motra, ndoshta krym punë. Me që në të instinën e dimnit. Ose më justifikua jam smut, ose nuk kryt nuk ma danerën ftaftin, ose kam probleme flak, ose plot ngra, i bajnë kapuqat, kënë se po më kanë ra flak të po mbim flak të ku ta dion. Tamam. Sepse rëndësishme është më mbulu. E në kësaj pjesën të një farshallë, diçka, edhe i bje ka mbulue pjesën e nevojshme të trupit, apo pjesë të cilat e ka obligim, gjymtyr të cilat e ka obligim me mbulu. Nëse bën këtohen, inshallah taala, mbulesa pranohet. E që tani me mujtë me gjithë një punë tjetër, ku është e qëtë shamin edhe me mirë, është e mirë se ardhë, nuk diskutohet e punë. Por, kërësori është, do të më mbulu. E të mënyra mbulesat, pastaj mund të ketë ka pak mahabet, amo, së farë të zotët. Po. Përëm telefonatën e radhës. Selamu aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. E kam dy pyetje për hoxhën, që janë si të njëjta. Hajde bismillah. E kam problemin që jam hi në herët në monopauzë me 27 vjetë. Kështu me këta ditë që janë të grave, ka herë çdo 2 vjetë, vinë ata menstruacione, ka herë çdo vjetë, ka herë çdo 3 muaj, ka herë muaj për muaj, po e kam problemin e namazit. A me ndalu namazin, me ndërpre, kur të bona me ato periodet, a me vazhdu namazin ose Ramazanin. Allah ju shpëleft. Edhe pyetja dytë është për që jam hinë monopauzë me 27 vjetë. Dhe doktorata më thonë që është, të më thonë një mirë kur gjo s'ki problem, por nuk e di pse. A ka diçka do më thonë kjo me diçka që ku mujt me pas, a e kam vetë që ashtu, s'po di që me shkru tash. Po, a je martune? Po. Ki fëmi? I kam fëmijë dhe jam 50 vjetë gati, po qështu e kam pi 27 vjetë dhe e kam të qysh një farë regli. Në rregull, Allah ju shpëleft, tash e merr një këshill për Faleminderit, hoxhës. natën e Allah ju mirë. nderoft. Rëndësishme. A fillojmë nga pyetja e dytë herë, a ka diçka lidhje me këtë pse E s'ka, ja. Ja, këtu e në gjërat të cilat ma shumë kanë të bëjnë me anë të shëndetit femrës. Janë ligjit Zotit të cilat Allahu i ka qu për femër. Për ata, Aisha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në haxhin lam të mirës, duke shkuar rrugës për një Mekë, ona një vend me pushu, vendi quajtë Rasfan, jo larg Mekës, dhe janë ngritë një shatar, një tend, edhe u ndalen. Dulej me najt me shok të vetë në bisedua me ishte udhëheci kryesori
i bin 100.000 haxhishin. Kur hinë në dhomë në respektive në shatarën të endë, tashës, e gjeti ashën të i kajt. Edhe tha, që po kanë në festi, tha po, tha, dhe më thonë, të ka nërë për mëshmet, tha po, tha, hadha emron, këtëbëhu Allahu ala benati Adem. Kjo është diçka që ka Zoti ka shkruar, ka caktuar, ka bërë ligj për bijat e Ademit. Legje e Zotit është. Legje e Zotit. Ati kofshin fal. Kështu që këtu janë ligjet madhe të Zot që ja ka mbjell Allahu në natyrën e femrës, ku ndryshon femra pe mashkullit. E Allahu ka thonë, o lejse dhekëru kallën tha, dhe nuk është mashkullit sikur se femra. Njerëz po, kresat Zotit po, për nga dëvëtshmëria mundet femna mja kaluë, mundet bojnë gara, për nga dëvëtshmëria, për nga virtytet, por në jetën e tyre, në konstruktin e tyre, në fizionomin e tyre, madje në psikologjin e tyre, në fuqin e tyre, në botësin e mshirën e tyre, ka dallime mes njerëz dhe palës tjetër, nga njëherë sa pitoke dhe qilë. Dhe nuk e të prej, kur thëmë sa pitoke dhe qilë, për shembull e thash një ditë një djalit. Prindaj, tha që të mërmenja ty. A ke fëmi po, sa ki të voglim duke tha 4 vjetë. Vajz, mirë. Që të mërmenja? Një 2 vjetë gati. Gati 2 vjetë, shumë fëmi, ju të gjithë. 24 orë nana është e prekopune me te. 24 orë është e prekopune me te. Dhe jo të me te, por dhe të mja dhanë hakin burrit, fëmive tjerë, e shpis, e kuzhinës, e mësafirit, e fshisës. Ku gjonat energji, ku gjonat fuqi, ku gjonat sabër. A kështë bë sabër ti? Edhe prapë se prapë, kur se thot fëmijët jam lodh për t'ju birë, shumë, kur se përmen, kur se përmen. Për sa kështë bëti kur për jetë. Po s'më në bënë? Po s'më në bënë. Tash me t'hidruë, me t'kërsnuë, që është e tjetëra javë. Por, me bo kështu, me qef, edhe pa pritesë, s'mundet me bo. Andaj është dallimi madh mes njërës dhe tjetrës mes dy gjinive. Dhe secila ka specifikat e veta. Këtë e ligji i Zotit. Çështja tjetër sa e përket namazit. Këta kanë cekur fuqahat juristat islam. I kanë cekë këto mesele. Dhe këty kam plezuar unë më ma detaj, ma saksesht gjatë periudhës së magjistraturës. Këto mesele kam lezuar të gjitha. Dhe pej asaj kohë i kam të ngolitura në kokë. Kështu që të i thonë kje ndëruar, mu të më këthy ato, që kam lezuar atëherë gjatë magjistraturës. Për mësë gjatë, mja dhonë përgjigjen, më hi më futën përgjigje. Në ditët e cilat i ki, kur të vjen, kur të sheh gjak, dohet me konsideru se ki cikel mujor dhe me ndërprej namazin, e nëse qëllën agjerim, me ndërprej dhe agjerimin. E pastaj me vazhdu atë maksimumi deri 10 ditë, jo ma shumë. Nëse nuk e din sa ke pasra ditë ma herët, deri 10 ditë. Se të bënë 10 ditë, futet dita 11, pastrohesh dhe fillon me fal namaz, por me rabdes për çdo namaz. Me rabdes për çdo namaz. Një të gjatë agjerimi, atje agjeron. Nëse vazhdon 14 ditë, 15 ditë, 16 ditë, tani më nalet, më të zvjen. Po ka mundësi shumë herë, më nuk ka, 2 vjet nuk ka, pastaj vjen.
ka mundësi ke edhe fetarisht, edhe shkenstarisht, dhe ja që kuna ceki rastin motra. Po. Allah nderoft. Kemi telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Alo, selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum selam. Keni pyetje për hoxhën? Po, Urnani, hoxha po ju dëgjon. po, selam aleikum edhe për juve, ju përshëndet juve dhe hoxhën. Aleikum selam. Desha me pyet, halla jeme, ditave gjumëre i fal sunet të fundit, edhe i fal edhe 4 rekat shtesë namaz. A bon mirë apo bon keq? Allah ju nderoft, faleminderit. Selamu alaikum. Është pyetja e qartë? Po e qartë është. Po, a mund edhe një pyetje? Po, Kunoti jem tha se neve si thami Allahu na rujt, për do të gjo Allahu na rujt. A thoshte nuk duhet thani Allahu na rujt, se juve thoshte Allahu ne boni si që bon estekfirullah zoti, po ne ta mu çdo gjë e kum pas me Allahu më rujt, në dorë të Allahut jam. Thoshte jo Allahu na rujt, po jam në dorë të Allahut, jo tha Allahu na rujt. Këto dy pyetje i kisha. hajde selamu alaikum. Aleikum selam, Allahu ju rujt e u dasht. Amen. Allahu na rujt hoxh. Apo ka të mas vojsit pyetjen e dytë, Allahu na rujt. A e kemi me vend? Fort, Allahu ju rujt. fort. Edhe ju e gjithashtu. Ta inshallah. A kthehemi te pyetja e parë. Lutje do me bo robin, fjalloren e vetë, shprehjet e veta. Elhamdulillah, i madhe Zot për lutjen doa nuk na ka kushtëzue me qenë domosdoshmërish për ajete për haditheve. I mëshirë shumë Zoti. Na ka kushtëzue domosdoshmërish me qenë një pjesë e ajeteve për namaz. Faqra'u ma tayassara min al-Quran. Lexoni çka të vjen më së lehti nga Kurani. Është fjala për namaz. Çka të vjen më së lehti. Andaj me konsensus, me ujdi të krejt ulemave islam, pa lexu Kur'an nuk e namaz. Tamam, tjetër është ai cili është fillestare, nuk din, është mesele tjetër. Por, pa lexu Kur'an, dhe se Kur'ani, leximi i Kur'anit është shtyllë për shtyllave të namazit. Sikur se rukuja, sikur se sejdja, sikur se qëndrimi në kam, sikur se ulja e fundit, sikur se tekbiri fillestar, janë shtylla, rokën e shtylla të fesë, të namazit. E për lutje për doa, po Allahu ne ka cekë shumë doa në Kur'an, pejgamberi ne ka cekë shumë në hadith, alayhi salatu wassalam, ama edhe një pjesë tjetër shumë e madhe, të kam betë ty vetë, më lutë, me fjalë tua, me bindje tua, me shprehje tua, të cilat i dinte, apo që i përdorin njerëzit, e që janë pajtumshmëri me argumentet e përgjithshme sheretike, se fjalë, Allahu na ruajt. Allahu na ruajt, për shkak të shirrit të shejtanit. Po kjo të kjo që bjen eudhu billahi min shejtanir rajim. Atje është me hadith, edhe me ajet, këtu është fjallë tua, që ke zbërthin gjuhën tane. Atje thua Allah, ja Rab, tu thua Zoti jam. O Zoti jam, Zoti gjithësisë, gjuhën tane, me shprehje tua, me logjikën tane, që është dhe me lutë Zotin tane. Alhamdulillah, dini është i lehtë. Një që me mujtë të gjithë njerëzit, me pas hise, qasje, mundësi, më shpreh, më lutë, më drejtu Zotit. E Allah i mërvesh të gjitha gjuhët, të baraka wa ta'ala. Madja i din, ende pa u lutë, që ka po dojna më lutë, të baraka wa ta'ala. E çështja tjetër, që ka tjetër? Po, thot hala falë namazin e gjumos, falë sunetit edhe falë 2 Nuk ka rakatë dërt, shtesë. jo, nuk ka dërt, po nuk prish punë, mase gjumas nuk prish punë falë namaz, do të falë deri në qëndi, por jo pas e qëndis, s'prish punë.
Pas, ka behane. Hoxha Allah nderoft, besoj që pajtohesh shkojmë një pauzë të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio me emision Rruga e Ndriçuar. Selam aleikum të dashur, që jemi rikthyer sërish me emision Rruga e Ndriçuar, ku jemi së bashku me Hoxhën e nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi të dashur miq. Mos harroni të na shkruani dhe të na telefononi në numrat kontaktues 046 220022, po ashtu të na ndeshni në rrjetet private të Hoxhës personale që janë në YouTube dhe në Facebook. Hoxhë nderuar, më njëherë na njoftojnë që kemi një telefonat në linje. Alo, selam aleikum. Aleikum selam, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, faleminderit që na keni telefonuar. Keni pyetje për Hoxhën? Po desha me të vesh këtu. Desha me të vesh në fund rastin për shembull gruaja. Nëse nxinet në fund këshia, si thonë në anë këshish në benzon. E këty në herë theshin më konë si e nxan njeri din vish burre që aty, e që të kush jo ki drejt me majt. A ki drejt me majt juna, s'ki drejt me gjetë benzon si të nxinet në fund këshia. A bon me majt, a s'bon me majt. Kjo është pyetja juaj. Po. Keni pyetje tjetër për Hoxhën? Jo, që Po, nderoft. Sa s'pi më shumë. A ki drejt me majt. Tash me një këshill prej Hoxhës. Selam aleikum. Ballenjerin me qëderë të të qapë, a ki pyetje tjera. Qëte ka ballë kjo, sa dush i del. Përgjigja shumë e shkurt, e thjesht. Andaj s'kam nevojë më kujtu për të heq, por ajo që ka jam duke kujtuar është një vërtet e hidhur. Në dialektin tonë kosovar themi e edht, që morali ka ra shumë. E tani kjo që ka quhet në fjallorin e përditshëm tradhtia mes bashkëshortëve është bërë dukuri shumë e përhapur. Si rrjedhoj e prishjes së moralit, e largimit të njerëzve nga feja, e fitneve dhe sprovave të mëdha, edhe kështu me radhë runa zët. Andaj edhe ndodhë që vëllezërit të sprovohen, po dhe motra të sprovohen me burrat e tyre. E që nga një herë nuk ka pikë faj burri, thjesht i vije sprovë për Zotit. Dhe kundërta, motra s'ka faj, pikë faj për burrën e saj, por i vije sprovë për Zotit. Ama nga një herë kanë faj edhe ajo. Kanë faj edhe ajo. Dohet bëmi të sinqertni. Dohet bëmi të sinqert. Sepse, se që kanë thonë të vjetërit, se t'ja qëtë që grunë gjithkujna, dhe t'ja desh falë shprejhe grunë para gjithkuj, në të koptëm figurativ që shveshe më tratona, ju më desh krejt, po gjës deshje. Me na për darsë, me na për dete, na për... E pas të është i shpje gjithë kane, të shko gjithë kuje, të përzije, të nedvesh me gratë huja. Dhe, ta në ka dalë, runa zot, bjen njeri ju. Bjen. Shejtani është i gatë që me rrëm të kryt, dhe bjen. Dhe haram për momenti që është grua dikujna, ka thmije, është nanë, është. Sigur se ai tjetër që haram, se ka të shpje grunë shumë më të mirë. E ka familje dhe kjo është huje. Se gruja jotja ka borë, ka. Allahu na rujt.
Andaj, kur ja bojnë hizmetin, e kanë gjenahin vetë. Dhe këta që bojnë hizmetin, mja kujtu. Këta futen në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thalathatun, la yanzuru Allahu ilejhim yawm al-qiyamati, wa la yuzakkihim, wa lahum adhabun alim. 3 persona, 3 veta, i madhi Allah azza wa jall, nuk i shikon ditën e kiametit, o fjala nuk i shikon me sy të rahmetit, nuk i fal. Dhe për ta ka dënim të rënd. E ciltin ata 3 persona, mudmin el khamri, konsumus e alkoholit, i cili për çdo ditë ullet drejk, ullet dark, e dën vinën aty aj. Ku që ka në dën birën aj. Alkohol, konsumus e alkoholit. Ai ka punë të keq, skejshmerisht keq me Zotin. Le të bën 1 milion punë tjera të mira humanitare që është dush. Nëndë el aqli validej, ai i cili i nënçman nuk i respekton prindërit e tina. Le të thot jem burri mirë sa të dën, ndasht falen, ndasht agjeran, ndasht bën çka dën. Personi i cili sillet keq me prind të vet, ai me Zotin ka punë shumë keq, tepër keq. Edhe ka me pa sa i ka keq kur del para Zotin ditën e kiametit. Dhe në 3 ad-dayuthu قال الذي يرضى لأهله الخبث ديوسي. Ai i cili pajton për familjen e vet. El-khubth është fjala sanet liga që ne themi fjallorin tonë moralitet çfarë farë, prishet morale, gjveshje, lakoritësi, të sasanësh. Këto që në kam frikë këto të thellë dhe shumë të sinqert, se mëdhime vllaznia, mëdhimin edhe motrat, kam frikë shumë që një pjesë jo e vogël e vllaznive, me qenë se në shumë të mirë, prapë në një farë mënyrë futen qëtu. Andaj, nuk është në rregull kjo punë. O vlla, nuk është në rregull. Nuk mund të pajtoj, nuk mund të jetoj me një grua e cila del qysht ka qef vetë ajo, apo për qef të hujnë. Nëse është gruaja imja, nëse ka pajtu me mua në një pullaz, kushtimisht në një koror, nuk mund. Jo, unë jam e lirë, e vërtet je e lirë, sa hi e lirë, por hi e lirë dhe për shkorëzimit. Je e lirë. E që bje që ke koror është lidhën e azgjidhë. Edhe një me je e lirë, ki me ka në lirë për me dhe në kemet. Për ndryshës, zbate. Që me thonë Zotit? Që me thonë Zotit? Aqë ma keq, se nga njerë më thënë dikush nuk për më pytë, pa aqë ma keq kur këja miraton, ja blen, e nëzit me vesh, edhe rezultati, që. Allahu na ruajt. Më këthin fillim, gruaja cila e traton burrin e saj, pra bën zina, bën haram. Burri ka të drejtë plotësisht dhe pa u kujtu heq, me lëshu. Por, ka të drejtë edhe me majtë. Ama nëse e man,
dohet me majtë pasi që ajo të pendohet. E zakonisht ajo kur vjen ky moment pendohet. Zakonisht. Pasi që të pendohet. Dhe nëse veç ka fijet me dikën të huajin, mos flaj me te derisa të vijë një cikël mujor. Në mënyrë që të spastrohet, sepse ka mundësi Allahu na ruajt betet me barë, e pastaj përzihet fara, dhe rrit të thmin e huj, e së shtyt. Andaj, derisa të vijë një spastrim, një përmushmem, mos flaj me te, mënyrë që të dihet se nëse vije cikli mujor, nën kupton që mitra është zbrast. Dhe e fundit është më rëndësi në kësa raste nëse e kthen dhe ja falë me ja mbulu. Parimin e mbulesës në muslimanët e kemi gjithmonë e kena. Ne nuk rënohem të ja përmend njerëzve të këqijat. Edhe mune se më kanë bëhe ty, edhe për vetë ty, e libro të tjertë pra. Nuk rënohem. Si fjalla vjetë këtë rast. Nuk është kultur, edukat, nuk është vlerë. Që ka që kështë me të regu njerëzve, pse ke lëshu gru. Apo, onë kështë burë këtheva në pse gruja më të rataj. Nuk ka vlerë. Nuk është vlerë edhe kur të pysi njerëzit, pse o ndave. Me o të regu. Jo, por s'ka kësmet me nejtë ma shumë. Që ka që shkan kjo punë? Në ndodhën i mësë marveshje me zvete, s'mojtë, më s'ka kësmet ma. Pse ti që është të shkan shkru? Ka që më bëllë. Edhe nëse ndahesh, e lërëmë nëse e këthen, e jam bëllën. Edhe asa i thu, unë të ambullaj, nuk të harraj. Nësë harrojnë gjanat letë, por të ambullaj. A në vetdijen tënde, kjo e fundit, në vetdijen tënde, mëse ba budal, kuptim figurativ, e milan senet me shku që shdojnë, por behos si qelë, për një periudhë kohore, minimum një vit aty. Për të vërtetuar a pëndu sinqerisht ajo. Se po, pëndohet, plët më të rakatë të cilat pëndohen sinqerisht. Sa të dush ka. Po, ku e din të zemrën? Loti nuk është dëshmi, loti saj. Loti femrës nuk është dëshmi. Sa për një hërin gjëkat, loti femrës nuk mirët për basë. Në gjëkatën tonë, të kadia, shëriatike. Loti femrës nuk mirët për basë. është emocion, është ndjenjë. Por nuk është dëshmi, nuk është fakt. Andaj ka dhja, thëtë, kur të ka ishë nalo, dhe sem të të ngua, se të asjes të më shtinë gjëna. Kur të folështë të onë, kime folë qetë. Dil një ju të kaj, tani hajde. Për ndryshe, për që kanë të gjëna së në mështenë. As ma nërën mendimin, se mendimin nuk ipet, vendimin nuk ipet si në bas lotit, emocioneve, për si në bas faktive dhe argumenteve. Kështu që unë nuk po thamë nuk po të besoj, por vetën time nuk e di që a kim rana në zemrën tonë dhe në mendjen tonë. Andaj, pa i tërgua s'kujt, të bënë si qele i meqëm dhe vëzhgaj grunë tonë për cëllë. Për cëllë. Tani të din që për cëllë. Kalë një kohë, një vit dy, s'ka kur që thë, elhamdulillah o zëtë, edhe harran këtë mesele. Dhe më mësja për men, asa sajnë kur, as kërkujnë asë që asë kry kjo mesele. E të pagu në zotë ati kofshin falë. Gjërat me mbulu. Këqia dhe të me mbulu. Nëse muslimon, për specifikave që kena, ne të këqia të shtina në dhe i mbulujna. Edhe tonat, edhe njani tjetët janë mbulujna.
janë bëjë lëmët këqijet njëri tjetërit. Po. Kemi telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Aleikum salam, selam aleikum edhe për ju. Aleikum selam, rahmetullah. Keni pyetje për hoxhën? Po, kam një dy pyetje. Hadi Pyetja bismillah. nëmër 1 është me salatul mesgjid dhe përshëndetja e xhamisë, e harrova si që u thoj ke, për shembull, nëse është koha e akşamit ose kur është dielli në zenit para drekës, unë e kam dëgjuar 45 minuta nuk lejohet me fal namaz. Por përshëndetja e xhamisë që është, a lejohet mu fal ki namaz ajo? Për shembull, shumë veta i shohën 5 minuta para se me thirr koha e akşamit, falën, a unë e di sa në atë kohë është e ndaluar mu fal. Numër 1. Numër 2, pyetja është lidhe me kohën e sabat. Unë jetoj këtu në Gjermani, edhe sa minuta ose një orë gjins para se me lind dielli, për shembull dielli sot, këtu ku jam unë në vendin tem, lind në 7:30. Për shembull, nëse e faluni një orë gjins para se me lind dielli në 6 ora, a e kam namazin tamam, a mos pak herët? Që të ishim pyetjet e mia. Pyetjen e dytë hoxha, nëse s'gaboj emisionin e kaluam e ka sqaruar për juve në diasporë. Por që gjovët hoxhën e kemi këtu dhe na këshillon Allah në roftë. Po, unë fatkeq se kam dëgjuar të këtë emisionin e fundit. Nëse ky është pas mundësi edhe njerë me tregu. Edhe shumë, po, na jemi këtu në Gjermani dhe shumë takvime ka, po na përzihen. Ja, arabët e kanë vete, marokanët vete, unë e kam turqve dhe mbona min takvime. Edhe këto takvime vllai ka përmend hoxha. Allah ndëroft tash morim këshill për hoxha. Aleikum selam. Po mos harro për cilë emisionet që të kanë X e përfiton shumë. Hoxhë ndëroft. Po, gjithmonë për cilë. Unë bile edhe njëri thash hoxhën e zaventson mullë. Mos ja morim hoxhës minutat të vllat, ja lëm hoxhës minutat. Selam aleikum. Selam Allah i trujt. Faleminderit për pyetje. Kjo ka fjalën për tahiyat al-masjid. Tahiyat al-masjid, mirë tha kë, përshëndetje xhamisë është mirë. Mirë tha. حديث صحيح مسلم دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Nëse hyn dikush në xhami apo kur të hyj dikush për jush në xhami, mos të ulë për fal 2 recate. Mos të ulë për fal 2 recate. Këta dhahirit e kanë marrë mënyrë të prerë urdhër, andaj edhe kanë vajib, si mbas tyre dhahirit. Dhahirit e një fraksion, në fekut në medheb, që është i zhdukur, por kanë me të se ide, ndërsa si shkollë juridike është ka përderdhur. Ndërsa 4 medhebet e tjera, e që është shumica absolute e ulemave, e kanë mendimin se vetëm sunnet. Vetëm sunnet dhe kaq. Me hynë xhami, më falë 2 recate për xhami, përshëndetje xhamis, që unë tahiyatul masjid. Kjo është çështje e përgjithshme. Por, pastaj këto dalin shumë në pyetje, ndërto nëse njeriu hyn në xhami e para kohës së namazit, nëse hyn në xhami pas kohës së namazit, nëse hyn në xhami në kohë të namazit, a me fal tahiyatul masjid, a mos me fal, ndërto nëse hyn në xhami në kohën që është e urrëti me fal namaz. Si fjala vije pas namazit të sabahut, derisa të lind dielli është e urrëti me fal namaz. Pas namazit sabahut, derisa të lind dielli dhe të ngritet sa një shtiz. Sa një shtiz. Sa një shtiz i bie parafërsisht 20 minuta pas e lind dielli. Është e urrëti në me fal namaz. Është e urrëti me fal namaz kur është dielli në kupë të qiellës, të quhet në zenit, kupë të qiellës. Është e urrëti me fal namaz. Tahiyatul masjid. Madje edhe namazin e kohës është e urrëti me fal. S'falet dreka kur e dielli në kupë të qiellit. Dreka falet kur fillon me anu, fillon me zgat hija. Pra dielli fillon me kalu kupën e qiellit. Nuk falet namaz të përëndu dielli. Po nuk falet namaz nafile pas i qindis deri në përëndim të diellit. Edhe këtu trikohen me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku këtu triko ndalohet me fal namazin dhe ndalohet me varros të vdekurin. Duke lindur dielli.
kur është dielli në zenit, dhe të përëndu dielli. Për atë të vdekurin, bën më varros pas e qindis, po nuk bën të përëndu dielli. Nuk lehet varrimin 10-15 minuta para se me lindë me përëndu dielli. Nëse ka mbet gjenazja deri pak minuta para se përëndu dielli, shtyj edhe pak pritni derisa të përëndon dielli. Tani varrosni, ndoshe para namazit, ndoshe pas namazit. Se ka një herë jenë të vorët, kam më problem më falë. Nuk prish punë, por ju të përëndu dielli. Disa vllazni pak e shtrëngojnë, është e vërtet, dhe falin namaz pak përëndimit të diellit, pak para zenitit, falin namaz të Tahiyatul Mesjid. E që përmendimin teme kanë gabim ata. Ata kanë gabim. Por, me gjithate, ka për ulemave, është mendimi Imam Ahmedit, është mendimi Imam Shafiut, ka për ulemave të cilët thonë kjo ndalesë, e cekun hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ndalohet në 3 kohë me fal namaz, kjo është në kuptim të përgjithë shumë. Për e që i bie, përjashtohet nëse është me sebeb, me shkak. E ka thonë ndër to, sebeb shkak është edhe Tahiyatul Mesjid. Andaj bërë me falë Tahiyatul Mesjid. Kështë kanë justifiku. Por në shkollën juridike të Hanefive të Hambelive që mendoj se është më mirë, po nuk bën me falë. Dhe tash edhe nga ana logjike, ka mbet 5 minuta para se më përëndu dielli. Ti ke hyrë në xhami, po fal namaz. Apo duket vetja qash takva ty që asnjë minutë mos më nejt pa fal namaza, pse 5 minuta në kam. Po fal namaz pasi që ditë që është ndaluar. 5 minuta para akşam po fal namaz në kohën kur të përëndu dielli, që është ndalesë tjetër e veçantë. Pse për bën këtë ndalesë? Pse s'po pret? Po rën kam. Thuj nuk una, 5 minuta dhe disa thirë zani, sepse 10 minuta thirë zani, tani fali farzën akşamit. Pse s'po ka probleme në kam? Jo. Ai që ka probleme në kam, ai ka arsye më ullë. Por e bëjnë emën devotshmërisë. E njeriu ka nërbën dësa në emën devotshmërisë, po atë numërohet, në devotshmëri atë nuk numërohet. Kështu që me gjithate, do të me qenë në fikë, do të qenë i gjanë, me gjithate ka pëllimat të cilët i kanë toleruar të gjëra. Allahu ju ndroft. Allahu ju ruajt, faleminderit për këshillat që po na japni. Të dashur miq, ishim me hoxhën e nderuar, profesor doktor Shefet Krasniqi me emisionin Rruga e Ndriçuar. Duke lutur Allahun të na ruaj hoxhën tonë, të ruaj dhe juve dhe familjarët tuaj. Mos harroni në emisionet e radhës të na shkruani dhe të na telefononi për pyetje dhe për këshillat që do t'i marrim nga hoxha e nderuar profesor doktor Shefet Krasniqi. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje, selam aleikum.